Drejtoria vendore e policisë Korçë bën me dije se specialistët për hetimin e krimit të Komisariatit të Policisë Korçë kanë referuar materialet në prokurori ku ka nisur procedimin penal ndaj 2 shtetasve për vepra të ndryshme penale. Procedimi penal ka filluar ndaj shtetasit OB, 45 vjeç, banues në fshatin Kuq i Zi, Korçë, i cili dyshohet se ka ushtruar dhunë fizike dhe psikologjike ndaj bashkëshortes së tij. Si pasojë, viktima është pajisur me urdhër mbrojtje ndërsa strukturat e policisë vijnë ndjekjen e rastit në bashkëpunim me prokurorinë në zbatim të legjislacionit në fuqi për dhunë në familje. Gjithashtu, materialet janë referuar në prokurori edhe për shtetasin LR, 66 vjeç, banues në qytetin e Korçës, i cili dyshohet se ka kryer veprime të turpshme dhe më pas ka kanosur me thik një 31 vjeçare brenda ambientit të dyqanit të tij. Fal ndërhyrjes së policisë, situata është neutralizuar ndërsa vijojnë hetimet për sqarimin e plotë të rrethanave të ngjarjes. Drejtoria vendore e policisë Korçë apelon për denoncimin e çdo rasti dhune apo shkelje të ligjit, duke garantuar se çdo rast trajtohet me seriozitet dhe në përputhje me ligjin.